Situata e sigurisë në Kosovë paraqitet relativisht e qetë këto muaj të fundit por mbetet e ndjeshme dhe me potencial për përshkazimin e ri, sipas vlerësimit të komandave të KFOR, General-Majorit Turk Oksan Ulutash. Gjatë një takimi me ambasadorët e vendeve anëtare dhe partnerëve të NATO-s në Bruksel, Ulutash theksoi se që nga tetori i vitit 2025 nuk është shënuar përsëritje e incidenteve të dhunshme si ato të vitit 2023. Megjithatë, ai nënvizoi se stabiliteti mbetet i brisht veçanërisht në veriun e Kosovës, ku tensionet etnike dhe politike vazhdojnë të jenë të pranishme. Veru i vendit, i banuar kryesisht nga komuniteti serb, ka qenë vatur për plasje të forta në vitin 2023. Fillimisht të muajit maj situata u përkeqësua pasi serbët lokal kundërshtuan marrjen e detyrës nga kryetarët shqiptar të 4 komunave veriore. Këta të fundit u zgjodhen në zgjedhjet e bojkotuara nga komuniteti serb, çka krijoi një boshllëk përfaqësimi dhe tensione të thella politike. Përplasjet e asaj periudhe përfshin protesta të dhunshme dhe incidente që kërkuan ndërhyrjen e forcave ruajtëse ndërkombëtare dhe për të stabilizuar situatën në terren. Që për asaj kohe prania e KFOR-it ka mbetur thelbësore për ruajtjen e rendit dhe parandalimin e përshkazimeve të reja. Deklaratat e fundit të komandantit të misioneve vinë në një moment kur vëmendja ndërkombëtare mbetet e fokusuar te stabiliteti në rajon dhe te dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Paralajmërimi për mundësi tensionesh të reja shqet si një thirrje për vigjilencë dhe angazhim të vazhdueshëm diplomatik për të shmangur rikëthimin e krizave të mëparshme. Në këtë kuadër roli i NATO-s dhe misionit të saj në Kosovë mbetet kyç për garantimin e një mjedisit të sigurt, ndërsa autoritetet vendore dhe partnerët ndërkombëtar përballen me sfidën dhe për të konsoliduar stabilitetin afatgjat në vend.